Pas një situate të tensionuar dhe shqetësuese që përfshiu Mateon dhe Rogertin, familja e Mateos ka reaguar ashpër ndaj gjuhës së përdorur dhe kërcënimeve të bëra publikisht. Sipas dëshmive, Rogerti është drejtuar Mateos me fjalë të rënda dhe kërcënuese, duke i thënë: "Gjej vend ku të futesh", një shprehje që është perceptuar si e papranueshme dhe e mbushur me agresivitet. Familjarët e Mateos janë shprehur të tronditur dhe të indinjuar nga kjo sjellje, duke theksuar se një gjuhë e tillë vulgare dhe kërcënuese nuk përputhet me vlerat e tyre familjare. Në një deklaratë të tyre, ata kanë nënvizuar se dhuna, qoftë ajo verbale apo fizike, nuk ka vend në familjen e tyre dhe as në shoqërinë që ata përfaqësojnë. "Ne jemi rritur me respekt, mirëkuptim dhe komunikim të shëndetshëm. Është e papranueshme që dikush të përdor kërcënime dhe fjalor të tillë ndaj një antari të familjes sonë", u shprehën ata. Sipas tyre, situata të tilla nuk duhet të normalizohen dhe është e rëndësishme që të jepet një mesazh i qartë kundër çdo forme dhune. Ata gjithashtu kanë bërë thirrje për qetësi dhe reflektim, duke kërkuar që konfliktet të zgjidhen në mënyrë paqësore dhe me dialog. "Besojmë se çdo problem ka një zgjidhje kur trajtohet me maturi dhe respekt. Kërcënimet nuk janë zgjidhje, por përkeqësojnë situatën dhe lëndojnë njerëzit", shtuan ata. Në fund, familja e Mateos theksoi se do të qëndrojë e bashkuar dhe e fortë përballë çdo sfide, duke mbrojtur dinjitetin dhe sigurinë e secilit antar të saj. Ata shpresojnë që kjo ngjarje të shërbejë si një reflektim për të gjithë që gjuha e urrëties dhe dhuna të mos kenë vend në marrëdhëniet njerëzore.